Të nderuar, vim në podcastin e radhës. Në fakt, ne do të shndrojmë tek atmosfera e fushatës elektorale, e cila pritet të nisë së shpejti, por nga ana tjetër është një element shumë interesant ajo pjesa çka po ndodh tani përpara. Është disi vendimtare, sepse si son edhe shqiptarët, fillim i mirë. Është gjysma e punës. Për këtë arsye sot un kam të ftuar zoti Evi Kasën, drejtues politik i Partisë Demokratike në qytetin në Qepën e Korçës, por edhe drejtues politik edhe në Pogradec, ëh. Patjetër. Faleminderit. Falenderoj unë për ftesën, ishte kënaqësi të merrja pjesë në podcastin tuaj, kaq të ndjekur edhe të dashur në rrjetet sociale veçanërisht. Faleminderit shumë. Në fakt, Evi nuk keni shumë kohë që jeni ndërtues qarku, jeni emëruar së fundmi dhe është pak me vend të pyesësh si ke relatat me Partinë Demokratike, me struktura, duke qenë se vjen nga jashtë, nuk e njeh në qelisë, në brendësi gjithë historinë. Duke ditur që edhe zoti Saliani ka lënë një hije shumë të rëndë mbrapa për sa i përket ndjekësve në Partinë Demokratike. Është e vërtet, kam një farë handikapi në këtë drejtim që nuk vi nga strukturat e Partisë Demokratike të qarkut, por ajo që më avantazhon në raport me çdo tjetër është fakti që unë vi nga strukturat e Partisë Demokratike, jem njeri i cili tashmë për 20 vjetësh kam aktivitet politik pothuajse të përditshëm në strukturat e Partisë Demokratike në gjitha nivelet, veçanërisht në ato qendrore dhe si njeri strukturash edhe për shkak të detyrës, për shkak se prej shumë kohësh, prej të paktën 10 vjetësh mbaj detyrën e sekretarit për çështjet zgjedhore dhe ligjore, dhe për shkak të marrëdhënieve të mëparshme politike që kam patur dhe kam zhvilluar gjatë këtyre viteve, jo vetëm kam një njohje në detaj të strukturave të Partisë Demokratike, që nga niveli më i ulët, nga seksioni deri në kryesinë e Partisë Demokratike, ku prej shumë kohësh jam antar, por edhe marrëdhënie njerëzore politike me eksponent Partisë Demokratike, me figura të larta të Partisë Demokratike, me figura lokale të Partisë Demokratike nga të gjithë qarqet e vendit dhe sigurisht qarku Korç nuk mund të bënte përjashtim në këtë drejtim. Është pak e ashpër qarku Korç. Secili qark ka specifikat e veta, sigurisht kur fokusohesh në një ambient të caktuar, janë tipologjitë e ndryshme të organizimit politik dhe jo vetëm ato të cilat të bien më shumë në sy, por nuk duhet ta harrojmë që veçoritë që ka qarku Korç i ndesh ndoshta në masë më të madhe edhe në qarqe të tjera të vendit, problematikat pak a shumë për sa i përket organizimit dhe strukturimit politik të një partie të madhe, aq më tepër kur afrohet fushata zgjedhore, kur ndizen motorët elektoral, janë pak a shumë të njëjta në gjithë qarqet e vendit, kështu që pavarësisht të vështirësive të veta ka dhe shumë avantazhe, ka dhe shumë njerëz me eksperiencë, ka figura të shquara që kanë kontribut të pazvendësueshëm politik, dhe sigurisht kam gjetur edhe një situatë strukturash jo në nivelin optimal, por të kënaqshme, në mënyrë që ajo puna e përbashkët që bëjmë gjithë me degët e Partisë Demokratike, me figurat politike në çfarëdo lloj zone të këtij qarku, ka qenë ajo përditshmëria jonë për t'i fuqizuar këto struktura, për t'i plotësuar aty ku ata mungonin dhe për t'i bërë gati për përballjen elektorale. Është një ushtrim që tashmë e kemi bërë prej shumë vitesh, jemi mësuar pak a shumë të gjithë, dhe kësaj radhe bëjmë akoma me shumë zell dhe entuziazëm, pasi ka një vetëdijsim të madh edhe të strukturave të Partisë Demokratike, sekundërkat të një pjesë të madhe të popullsisë që është koha që 11 maj të prodhojë ndryshimin që gjithë shqiptarët presin. Kur juve thoni me një zell dhe entuziazëm, por a qëndron në vetvete entuziazmi kur je 12 vite në opozitë? Asnjë vit në opozitë nuk është i lehtë, aq më pak 12 vite. Aq më pak kur ke përballë një regjim, e quaj pa frikë regjim, sepse ke një majorancë e cila në kundërshtim me çfarë parashikon kushtetuta, me çfarë parashikojnë praktikat e mira në çfarëdo lloj vendi me demokraci normale, nuk po flasim për vendet me demokraci të zhvilluar, ka uzurpuar që të gjitha pushtetet në këtë vend. Dhe është një uzurpim kriminal i pushtetit, i cili manifestohet me gjithë forcën e tij veçanërisht në fushat elektorale. Kështu që kemi të bëjmë me një situatë të përgjithshme, me një kontekst të përgjithshëm jashtëzakonisht të vështirë. Kemi një përballje elektorale midis një alternative politike dhe një alternative tjetër politike, qoftë edhe kjo në pushtet. Kemi një përballje midis një alternative politike me mjete, me resurse të kufizuara, me vullnetarizëm deri në vetmohim të një pjesë të madhe të antarëve dhe të kujdo tjetër që guxon të vërë fytyrën dhe të përballet me këtë regjim, kundër një
partije shtet që ka kapur çdo segment të shtetit, të pushtetit dhe e përdor në kundërshtim të hapur me ligjin, në kundërshtim të hapur me çfarë lloj norme demokratike vetëm për të marrë një rezultat zgjedhor. Kështu që përballja nuk është as pak e barabartë dhe jemi në kushte jashtëzakonisht të vështira, shqiptarët janë të ndërgjegjshëm tashmë për këtë. Detyra jonë është që në këto kushte, edhe pse ekstremisht vështira, të sigurojmë ndryshimin që presin gjithë shqiptarët. Ju flisni në fakt për çështja asetesh, të cilat mund përdoren me burimes njerëzore, të cilat janë shumë më sofistikuara, që dihet sot majoranca nuk e ka nisur sot fushatën, nëse ju bëni gati sot. Me shumë mundësi kanë ndarë dhe kandidatët shumë kohë përpara. Për këtë jemi të qartë, edhe instrumentat, mekanizmat qoftë brenda vendit, por edhe në diasporë janë më të lehtë për të aksesuar. Por ndërkohë, përposa e pjesë ka rekrutuar edhe ata të cilët janë pjesë e opozitës në vetvete. Dihet që nëse do të flasim për nivel qarku, administrata sot është e mbushur më shumë se kur me kryetarë të grup seksioneve të Partisë Demokratike, me anëtarë kryesire të Partisë Demokratike, shpeshherë e bën edhe të dyshimt vërtetësinë e ndonjë pretendimi për të bërë garë në qark. Por nga ana tjetër, edhe goditjet më dha në kampionën opozitare ka pasur, largimi i Ibrahim Llarit është një fakt që tashmë është kryer, ka kaluar drejt Partisë Socialiste dhe tashmë është në listat. Me çfarë mekanizme, kur ju flisni për një luftë kaq të barabartë, sepse kjo në parim është luftë. Me çfarë mekanizme do ta mundni? Këta tuajt nuk i keni, po edhe ata që janë përballë jush janë shumë të fortë se ju. Atëherë asnjë që është përballë nesh nuk është më i fortë se neve. Këtë ta heqin nga mendja të gjithë ata që mburren poshtë lart për një parti socialiste, për një majorancë të pathyeshme në vend dhe në qarkun e Kosovës. Kemi një majorancë e cila kur nuk ka luajtur me rregull e loje. Absolutisht. Kur nuk është përballur një fushat elektorale me mekanizma të barabartë me palën tjetër. Pra ato çka ka kërkuar në ato vite që ka qenë opozitë, po lëre me një programin. Nuk ka guxuar kur Edi Rama dhe kjo majorancë që të hyjë në fushën e betejës në mënyrë të barabartë. Kujtojmë vitin 2017, po bëjmë pak histori për të treguar njerëzve që përse kjo majorancë që shitet si e pathyeshme është kaq e briqt në fakt. Në vitin 2017, Edi Rama, fal marrëveshjes që bëri me kryetarin e atëhershëm Partisë Demokratike, pengoi forcat politike që të garonin në formë koalicionit në zgjedhjet e vitit 2017. Pra pavarësisht se kodi zgjedhor parashikonte formën e koalicioneve, secili me listë të veçantë të merrnin pjesë në garën zgjedhore, dhe nëse opozita në atë kohë do të ishte lejuar të garonte me koalicion, parashikonte ligji, rotacioni do të ishte kryer që në vitin 2017. Është vërtet kjo pjesë. Me marrëveshjen në vitin 2017, në vitin 2021 kujtojmë që në vitin 2020, mbas reformës zgjedhore që u përshëndet nga sekretari i Shtetit Amerikan, u përshëndet nga partnerët evropian, me votat blera në parlament e grisi marrëveshjen e 5 qershorit, ju kujtoni, të përshëndet nga gjithë faktorit ndërkombëtar dhe me forcën e kartonit ndryshoi kushtetutën, ndryshoi rregullat e lojës në vetëm 4 muaj përpara se të fillonte fushata zgjedhore dhe pengoi me ligj organizimin e gjithë forcave opozitare në koalicion. Kujtojmë këta të pathyeshmit, këta që kanë gjithë instrumentet e pushtetit, nuk kanë guxuar kur që të përballen me opozitën, të përballen me një alternativë politike me mjete të barabarta në një fushë të barabartë loje. Edhe tani, ne nuk kemi asnjë iluzion që ata e kanë filluar gjithë mekanizmin represiv të pushtetit të uzurpuar në mënyrë të palishme për ta përdorur për fushat elektorale. Ne kemi denoncime të panumërta, unë vetë kam qenë një nga ata që kanë bërë disa denoncime për përdorimin e gjithë resurseve të qarkut, duke filluar që nga drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qark, Niko Peleshi, i cili urdhëronte administratën dhe shoqëroi me 20 drejtorë të administratës ditën për diell që shkonte bënte takimet me emigrantët dhe sigurisht nuk ishin vetëm takimet që ishin kundërshtim me ligjin që të kryeshin nga drejtorët e tyre, por dhunimi që këta drejtorë, kjo shpurë elektorale tashmë, jo administratë e lartë shtetërore, po shpurë elektorale e Niko Peleshit urdhëronte administratën që të paraqesin të afërmit e tyre me listë dhe të detyronin ata të regjistroheshin dhe në pas të votonin Partisë Socialiste, të hapnin zyra elektorale aty ku është konsullata shqiptare, të përdorin çdo resurs dhe burim të shtetit në funksion të marrjes së rezultatit të tyre zgjedhor. Janë gjëra që neve kemi të evidentuar, një pjesë kemi të
depozituar përpara organeve të drejtësisë, pjesa tjetër po bëhet gati në formë kallëzimesh penale, në formë denoncimesh publike, dhe do t'i paraqitet edhe SPAK-ut dhe çfarëdo lloj organizmi tjetër ndërkombëtar i cili ka marrë përsipër që të jetë në mos gardian i një procesi zgjedhor të lirë dhe të barabartë, SPAK-u ta vëzhgoj dhe të nxjerrë dritë të diellit problematikat. Ajo është një histori tjetër, nuk e di sa kohë kemi podcast, nëse kemi, unë e sqaroj dhe atë problematikë, sepse janë nga këto shashkat që të pamësuarit e Partisë Socialiste shkëpusin nga një fragment fjalie dhe e bëjnë asnjë nga Partia Demokratike nuk ka thënë që do të shkrijë SPAK-un. Kryetari i partisë, Zoti Berisha, ka thënë: "Jam kundër prokurorie politike. Në momentin e parë që Partia Demokratike do të marrë përgjegjësinë e qeverisë së vendit, do të zhbëjë prokurorinë politike." Pra nuk është referuar SPAK-ut si institucioni veçantë, nuk është referuar prokurorisë përgjithshme ose prokurorisë Tiranës si institucioni veçantë. Ishte referuar konceptit të një prokurorie politike që merr urdhra politik, bën goditje në funksion të një avantazhi politik ose të një qëllimi politik të momentit. Dhe ky është një koncept i cili nuk mund të jetojë në demokraci. Neve si Parti Demokratike, ne si demokrat, nuk pajtohemi me një koncept tillë që në vitin 2025 të ekzistojë në Republikën e Shqipërisë. Dhe prandaj angazhimi ynë ka qenë, është publik me gjithë shqiptarët, dhe ripërsërisim këtu që ditën e parë që ne do të marrim përgjegjësinë e qeverisë së vendit në konsultë të detyrueshme, të vazhdueshme me Komisionin e Venecës, i cili përcakton standardet më të mira në një vend demokratik, për sa i përket qasjes dhe sjelljes së institucioneve, do të bëhet e mundur zhbërja e konceptit të prokurorisë politike në Republikën e Shqipërisë dhe gjithë institucionet e drejtësisë të lindura, të kapura nga kjo maxhorancë dhe të kapura nëpërmjet një dizajni që tashmë është fare i qartë për çdo qytetar, do të rikthehen në atë çka parashikon kushtetuta në ullim kushtetuese. Ky ka qenë koncepti dhe këtë koncept e përsërisëm dhe kësaj qëndrojmë deri në fund. Do ta diskutojmë në një radhë tjetër, por duhet të qëndroj tek një element që ju e përmendët. Jo vetëm 5 ditë më parë pata mundësi ta pyesja zotin Peleshi nga Devolli për sa i përket pjesës përdorimit të mekanizmave publik, akuzë cilën ju e keni ngritur, ai nuk më shprehur, pra nuk pati një përgjigje për këtë pjesë, por pati një përgjigje për një element tjetër. Për një element për një postim që ke pasur në datën 10 mars, ku thua Edi Rama dhe Niko Peleshi i frym përçarjes fetare në qarkun e Korçës. Në fakt, ai, pra zoti Peleshi ju akuzon që ju nuk e njihni fare Korçën. Dhe kjo që ju bëni është në vetvete përçarje fetare, jo vetë lista që i bëri. Pra ka një diversitet në listë, detyrimisht dhe drejtoj gishin nga ju si problemi, jo si akuzë. Tani që Nikos dhe gjithë shpurës shtetit Nikos kjo gjë i ka djegur, u pa nga turma e patronazhistëve që kishte ndërsyer jo vetëm në profilin tim të Facebookut që është i hapur për gjithë kushdo mund të shkruajë. Komentet janë të lira, ne nuk kemi censor si ata, por edhe nga gjithë portalet të cilat i subvencionon hapur tashmë të gjithë i dinë kush i subvencionon portalet, shumë shpejt do të dinë dhe organet e drejtësisë kush i subvencionon këto portale. Por është një moment i cili i ka djegur dhe nëse kishte i qertë ai me ndërgjegjen e vet, pse duhet të digjte kjo gjë. Tutje kësaj, ky postim ndoshta mund të ketë ngjallur debat, por nuk ka asnjë lidhje me përçarje fetare. Mund të ketë lidhje me përçarje fetare. Postimi ka të bëjë me çështjen e përfaqësimit dhe përfaqësimi i komuniteteve, i grupimeve, i zonave është problematikë sociale, është problematikë politike. Çështja e përfaqësimit. Asnjë fjalë në postimin tim nuk merret me asgjë tjetër përveç përfaqësimit. Dhe përfaqësimi. 3 deputetë ortodoksë në listën mbyllur. Po pra, thot përfaqësimi. Pra, nëse e lexon postimin, jo shkput fjalë nga postimi, postimi ka të bëjë me përfaqësimin. Dhe përfaqësimi është çështje sociale, është çështje politike. Me përfaqësimin merremi. Unë kurrë nuk kam guxuar në jetën time dhe Zoti më ndjej nëse do guxoj ndonjëherë të shprehem lidhur me supremacinë e një besimi ndaj një besimi tjetër. Kurrë nuk e kam bërë, kurrë nuk mund të akuzohem se e bëj një gjë të tillë. Por çështja e përfaqësimit të komuniteteve, përfaqësimit të zonave, e përfaqësimit qoftë edhe të besimeve, është një çështje sociale dhe politike. Nëse duhet merrem me përfaqësimin, hajde diskutojmë hapur. Le të dalin Niko përpara meje ose kushdo tjetër dhe flasin për përfaqësimin. Për çështje besimi, çështje supremacie të një besim ndaj një besimi tjetër, janë tema
të cilat qëndrojnë jo vetëm larg karakterit dhe filozofisë time, por që kur nuk kanë qenë të mirëpritura në Shqipëri dhe kur nuk do të jenë. Dhe unë aq më pak mund të bëhem një përçus i tyre. E qartë, paktën këto janë deklarata që përplas me njëri tjetër, unë mund t'ju ftoj edhe një herë të jeni dyz, besoj se Kam përshtypjen që diskutimi rreth një pseudo teme të tillë, sepse nuk është temë debati një gjë e tillë, i shkon shumë për shtat maggjorancës e cila përpiqet ta përqendrojë vëmendjen, përpiqet ta përqendrojë debatin publik me mjetet më të shumta se që ajo i ka në raport me neve, për të mbuluar skandalet e saj, për të mbuluar aferat e saj. Ju flisni vazhdimisht për skandale. Kryeministri Arshëm jo e paguar. Se po arri, do të flas për shumë elemente dhe do të jemi dhe më të zëshëm, do të jemi dhe më të dukshëm. Do t'i them edhe me vepra. Kryeministri i ardhshëm, pas datës 11 maj, pra 12 maj, kryeministri i vendit Sali Berisha, foli, nëse ju kujtoni ato ditë, për firmat e zeza të Nikos. Dhe Nikos dhe nikove të tjerë që i vinë rrotull, i leverdis ta mbajnë vëmendjen e debatit publik, qoftë edhe në nivel qarku, për çështje të cilat nuk janë çështje, për pseudo deklarata të cilat nuk kanë asnjë impakt për çështje fetare, dhe aq më tepër të fryn nga sjelljet fetare, dhe përpiqet ta shpërqendrojë vëmendjen nga firmat e tij të zeza dhe nga problematikat që drejtuesi politik i Partisë Socialiste ka me spakun dhe do t'i ketë edhe shumë më të mbrekta në ditët në vazhdim. Partia Demokratike unë e paralajmëroj. Po keni diçka do ta them, do ta bëj publike shumë shpejt, jo vetëm një denoncim, por disa denoncime që Partia Demokratike i ka përgatitur dhe do t'i çojë në organet e drejtësisë për Niko Peleshën personalisht dhe për gjithë shpurën e vet me funksione të larta drejtuese në shtet, të cilët fuqinë e shtetit, autoritetin e shtetit e përdorin thjesht dhe vetëm për t'i siguruar avantazhe elektorale të Partisë Socialiste në këtë betejë në qark. Po e bëni tani, po e bëni pikërisht pak muaj para zgjedhjeve. Anë kam mjaftuar Partisë Demokratike të paktën në qarkun e Korsës. Vetëm një moment. Në qarkun e Korsës, sepse ju jeni drejtuesi i këtij qarku. Nuk është kujtuar në 4 vite e fundit askush të bëj as opozit, as për tendere të vjedhur, nuk ka bërë opozit as për akuzat që ju ju theksoni. Nuk është krejtësisht e vërtet, ja të them disa raste. Të them disa raste. Çështja e implanteve të trajtimit të ujrave të zeza është trajtuar, ka qenë një çështje shumë e mbret për komunitetin këtu, veçanërisht për hotelet, veçanërisht për lokalet buzliqenit, veçanërisht për gjithë aktivitetet e bizneset. Nuk është ngritur nga partia politik, është ngritur nga ndoshta është ngritur edhe nga bizneset, por Partia Demokratike në Pogradec ka qenë shumë aktive, drejtuesi i Partisë Demokratike në Pogradec ka qenë shumë aktiv, ka zhvilluar një sër aktivitetesh në mbrojtje të biznesit, në mbrojtje të kësaj problematike. Dhe Partia Demokratike ka trajtuar gjëre gjatë këtë çështje në nivel makro, pra jo vetëm për sa i përket Pogradecit, por edhe për sa i përket Vlorës dhe për sa i përket vendeve të tjera kur investimet e Partisë Demokratike aty kanë qenë. E lëm Pogradecin. Më thonë afere të tilla, kujtoj përsëri çështjen, ju keni qenë prezent që kemi ngritur shumë pret ndërtime që do të bëhen buzliqenit, duke shkelur atë status të mbrojtur të cilën liçeni i Ohrit e ka në raport me UNESCO-n dhe që janë iniciativa thellësisht korruptive edhe në dëm të komunitetit të ngritura. Është një çështje ngritur nga unë së bashku me 3 ekspertë të tjerë. Sigurisht ju keni qenë shumë i zëshëm në këtë gjë, por dhe Partia Demokratike ka bërë aq sa ka mundur, sigurisht edhe shumë mbetet akoma për të bërë në këtë drejtim, por ka qenë një tematik e mpret sociale lidhur me këtë qytet, lidhur me një problematik lokale, cilën në mos e ka iniciuar Partia Demokratike, të paktën e ka përqafuar dhe ka qenë e zëshme në këtë drejtim. Iniciativa të tilla ka pasur shumë. Sigurisht unë mund të përgjigjem dhe mund të jem më i detajuar për sa i përket pyetjes tuaj në raport me momentin në cilin unë kam ardhur dhe jam dedikuar çështjeve që përkasin qarkut të Korçës. Por shumë mbetet ende për të bërë në raport me denoncimet, në raport me aferet të ndryshme që kanë ndodhur, dhe neve kemi ngrit një grup pune, jo vetëm në nivel lokal këtu, për sa i përket qarkut të Korçës, por e kemi edhe në qendrën Partinë Demokratike, e cila mbasi le të themi merr informacione nga burime të ndryshme, përgatit jo vetëm denoncimin publik, por edhe atë penal, për çfarë do dhe shkelje, dhe veçanërisht interesi im ka qenë që në këtë prag fushate të përqendrohem te tematikat shumë të mbreta që lidhen me qarkun e Korçës. Kështu që është një punë e cila është drejt përfundimit të saj
dhe që shumë shpejt, unë e thash, nuk do të presim nisjen e fushatës elektorale, por do t'i drejtojmë kallëzimet tona në SPAK, do të mbajmë qëndrimet tona publike dhe do të ftojmë qytetarët që le të themi të ndjekin nga afër ecurinë e gjithçka që ka ndodhur në këtë qark dhe ecurinë dhe sjelljen, raportimin e institucioneve të drejtësisë në raport me atë çka neve do t'i çojmë dhe çfarë neve do t'i kërkojmë. Është një llogari të cilën pala tjetër nuk e ka vetëm më pas me sistemin e drejtësisë, ku duhet të shkojë dhe të jap llogari, por e ka me të gjithë qytetarët me të cilët do duhet të përballet fushatë elektorale dhe të kërkojë votën. Sigurisht ajo le të themi qëndrimi i tyre në raport me fushatën elektorale është një qëndrim krejt ndryshëm nga ai çfarë kemi neve. Nëse ne paraqitemi përballë qytetarëve duke kërkuar ndjesë për gabimet tona ose për mangësitë tona, të cilat gjithashtu janë të shumta, dhe u kërkojmë që të na japin besim, qasja e palës tjetër është që qytetarët i kemi në xhep dhe neve kemi në dorë t'i shtrëngojmë që të na votojnë. Por gjithsesi, me qytetarët duhet të përballen dhe nëse do të shkojnë t'i detyrojnë që të votojnë në një mënyrë të caktuar, siç janë mësuar të bëjnë, dhe nëse do të shkojnë që të kërkojnë besimin duke i josur në një mënyrë të caktuar, përsëri do duhet të përballen me qytetarët. Dhe qytetarët i ftojmë që në atë moment jenë sy hapur për të parë se cila ofertë politike ja siguron më mirë interesin e tyre, jo vetëm për sot, por mbi gjitha për nesër. Duhet që ndrojë pak tek oferta politike, duke ditur që Partia Demokratike ka dalë nga një proces që është procesi i primarëve, një proces i cili fry shumë në media për sa i përket dhe peshës dhe rëndësisë së tij, por në fakt nuk rezultoi në konkluzion që ti ishte aq efikas sa nisi në fillimet e tij. Të ndryshe. Jo vetëm në rang qarku, por edhe në rang qarku, nëse analizojmë, primarja nuk arriti të fuste në lista njerëzit të cilët ishin më të votuar. Nga ana tjetër, krijoi dhe shumë atërmbedje, të cilat mund të pranojmë në Z apo në Z, por gjithsesi janë të qëndrueshme edhe në qarkun e Korçës. Ata të cilët u votuan, për shembull rastin e Fidel Krekës, i cili ishte i pari në Korçë, ju paktën keni konfirmuar si emër shumë pas se të merrni të vesh atërmbetjen që ai pati. Tek lista paraprake ai nuk ishte. Të ndryshe keni kryer negociata edhe me zonjën Albana Prifti në qytetin e Pogradecit. Për të qenë ajo në listë dhe kjo e fundit nuk ka refuzuar. Ndërkohë, nuk e shoh as zonjën Sorina Koti, e cila në lista paraprake ishte, por primaret e nxorën shumë dobët. Edhe emra të tjerë të cilët mund të kenë marrë mbështetje më shumë se këta. Mund të flaset në Pogradec që Arber Male, i cili mori më shumë vota mbase se edhe Kristi Koçibelli. Janë një sër problematikash që duket sikur donin të shpëtonin Partinë Demokratike duke i dhënë një proces demokratik, por i dha një proces jo aq të bukur në përfundim. Atëherë, u sqarojon çështjen e primarëve sepse kam qenë një nga ata të cilët janë marrë me këtë problematik, jo vetëm që në momentin që janë futur si koncept në statutën e Partisë Demokratike, në kuvendin historik tashmë të 11 dhjetorit 2021-shit, por deri në fund duke qenë edhe pjesë e Komisionit të Organizimit të Kontrollit të Operacioneve Elektorale. Primar koncept inovativ për çdo parti politike, aq më tepër në Shqipëri, ku tashmë jemi mësuar që shumica e partive politike ekzistojnë të tilla vetëm për t'i garantuar një mundësi ose një shans kryetarit të tyre për të marrë një benefit momental nga KQZ-ja, nga buxheti i shtetit, ose në rastin më të mirë për t'i dhënë atij një instrument, një mjet për të negociuar në mënyrë që të futet në lista elektorale të caktuara. Kështu jemi mësuar për fat keq të shohim një pjesë të madhe të partive politike, ndërkohë që kemi rastin flagrant nga ana tjetër, modelin të cilin nuk duam të ndjekim, nuk duhet ta ndjekim dhe që është më i pashëndetshëm në një demokraci, se e kthen demokracinë në aristokraci, siç ka thënë zot Berisha, ai i diktimit listave elektorale të një partie nga krimi organizuar. Tashmë është fakt i certifikuar nga gjykatat e këtij vendi që listat politike, listat e deputetëve të kundërshtarit ton politik, të paktën deri në vitin 2021 ka diktuar në qarqe të caktuara krimi organizuar. Krimi organizuar jo vetëm ka guxuar të çojë përfaqësuesit e vet në radhë të kundërshtarit ton politik,
por ka përcaktuar edhe renditjen. Pra ky është modeli. Ky është modeli. Ky është fakt tashmë i certifikuar edhe nga gjykata. Por Partia Demokratike ka bërë përpjekje në krahun tjetër. Ka qenë premtimi i foltorit zot Berisha për t'i dhënë mundësinë antarësisë të shprehen me votë në procesin e primarëve, për të përcaktuar kandidaturat elektorale. Dhe nëse ju kujtoni, parashikimin statutor që ne kemi përsëritur është për zgjedhje e kandidaturave elektorale. Pra grupimi i njerëzve të cilët marrin votbesimin e antarësisë në mënyrë për të përzgjedhur pas si kandidatura elektorale. Tani kandidaturat elektorale në numër, në llojin e tyre dhe në qasjen e tyre janë kufizuar nga shumë faktorë që janë ligjor, siç ka detyrime ligjore për të plotësuar, faktorë që janë politik, siç janë detyrimet e përfaqësimit, ato që u ndalën përpara, që janë detyrimet e përfaqësimit edhe zonal në qarqe të caktuara. Nëse këtyre faktorëve ushtojnë faktorë të tjerë, siç janë detyrimi, do arrim të kontributet, detyrimi që buron nga ndryshimet kushtetuese të vitit 2020, që në rast të garimit të koalicionet duhet të përballen me kundërshtarin politik duke paraqitur vetëm një listë, sepse ishte krejt e zgjidhur me sistemin e kaluar kur brenda koalicionit secila parti politike paraqitej me listën e vet. Eksakt, po. Dhe ishte shumë më lehtë organizimi në këtë lloj formati me koalicione, kur secila parti politik kishte lirinë që cilindo faktor që vlerësonte si faktor elektoral të përshtatshëm për të hedhur në betejë elektorale e sistemonte listat e veta. Po të dëshmatorë. Sigurisht ky ushtrim është jashtëzakonisht i vështirë, kur tashmë për shkak të një qëndrimit të njëanshëm, ndryshimit të njëanshëm të kushtetutës, partitë politike që garojnë në koalicione janë të detyruara që gjithë kontributet e tyre ti derdhin në një listë të vetme dhe a përmend që kjo listë do të jetë krejtësisht e pamjaftueshme në mënyrë që të përfaqësojë qoftë edhe vetëm kontributet e Partisë Demokratike e jo më kontributet e partive aleate. Po flas për nëse futemi, dalim te çështja e primarëve. Pra ky është koncepti me të cilën del produkti final që ka ardhur edhe nëpërmjet procesit primarëve. Pra çështja e listave që është në fund ditës ajo për cilën është luftuar. Tani procesi primar nuk them që ka qenë një proces i përsosur. Është një proces që është bërë për zgjedhjet e pushtetit lokal në 2023, ishte më efikas. Ishte pak më lehtë sepse gara në atë rast është majoritare. Eksakt. Pra synohet të përzgjedhet një kandidat midis disa kandidatëve ose në rastin më të keq ndërmjet dy kandidatëve. Pra në garë majoritare, ai që mori procesi primar është krejtësisht i tillë. Eksakt. Kurse për të bërë një listë proporcionale, për të bërë një listë shumë emërore, të përzgjedhur nëpërmjet mekanizmit primar, procesi është shumë i vështirë dhe shumë i ndërlikuar. Sigurisht pati problematika, siç shliroi dhe shumë energji pozitive. Pati gar. Dhe ju e keni ndjekur nga afër procesin dhe pati gar. Pati problematika, sigurisht që pati problematika. Pati persona të cilët morën vlerësim të antarësisë, qoftë edhe këtu në Pogradec, qoftë edhe në Korçë, që ishte gara me më shumë kandidatë të tjerë. Por sigurisht jo të gjithë mundet të ishin në listën përfundimtare. Jo sepse nuk vlejnë, jo sepse Partisë Demokratike nuk i duhet kontributi tyre elektoral, jo se nuk ishte momenti që një sër emra shtërinj që unë personalisht kisha kënaqësinë që u evidentuan nëpërmjet procesit primareve, se një nga sfidat të cilat unë kam patur dhe u kam thënë dhe ju në një nga intervistat që ne kemi patur, në momentin që kam marrë përsipër këtë detyrë është edhe valorizimi dhe evidentimi i disa figurave të reja politike, që tashmë vjen koha që të evidentohen përmjet punës dhe kontributit tyre dhe që nesër të përfaqësojnë dhe të zënë vendin aty ku e meritojnë. Pra është edhe sfida ime personale në këtë drejtim që të ketë emra të rinj, të ketë figura të reja. Por pavarësisht rezultatit të shkëlqyer të gjithë secilit prej tyre që mori pjesë dhe që mori besimin e antarësisë, prevalojnë në fund të ditës në procesin e hartimit të listës vlerësimet, siç e thash, të çështjes së përfaqësimit në radhë të parë të gjithë forcave politike në koalicion. Dy keni aleatë në listat tuaja pse apo jo? Kemi më shumë se dy, por do të ndale. Okej. Kemi detyrimit ligjor për të përfaqësuar me një përqindje të caktuar gjininë më pak të përfaqësuar që ishte gjinia femërore, që në listën e hapur duhet të përfaqësohej si detyrim ligjor me të paktën 3 zonja, të cilat u evidentuan dhe u përzgjodhen nëpërmjet këtij procesi. Ju ikëm, dy ikëm. Sikundër Elena Qerici dhe Sorina Koti. Vetëm, zonja Koti. Edhe Albana Preci nuk pranoi. Deputetja aktuale ishte
Përpara procesit të hartimit të listës, pas përfundimit të procesit primar, kishte shprehur dëshirën dhe vullnetin që të mos përfshihej në procesin e listave, kështu që nuk ka qenë. Është e vërtetë që zonja Qerici ishte e përzgjedhur për listën e hapur dhe pas arsye të saj personale që lidhen me lidhen me procesin, nuk lidhen me arsye personale. Ndjenjat time dhe kontaktet që më kanë pasur ka qenë në lidhje me procesin. Arsyet që më ka komunikuar mua që njerëz nga lista të përdorin mjete të falsifikuara, të gjitha këto janë arsye të parashikuara. Të parastruar në pjesë. Këto mund të jenë problematika që zonja Qerici ose dikush tjetër mund të ketë ngritur mbas përfundimit të procesit primareve, që ishte rreth 10 ditë përpara procesit të hartimit të listës. Pra, çdo lloj pakënaqësie ose problematike që lidhet me procesin e primareve ishte superuar nga cilido nga kandidatët mbas sqarimeve të nevojshme që ka marrë qoftë nga mua, qoftë nga organet të tjera drejtuese të partisë. Dhe në momentin e përzgjedhjes së kandidaturave elektorale, zonja Qerici ka qenë e gatshme për të marrë pjesë në përballjen elektorale në çfarëdo lloj pozicioni që të ishte, qoftë në listë mbyllur, qoftë në listë të hapur. Dhe ky është një siguri që ajo ja ka komunikuar organeve drejtuese të partisë, jo vetëm mua. Më pas ka pasur problematika të saj personale, siç jam informuar, të cilat e kanë detyruar që të mos merrte pjesë në fushat e angazhuar nëpërmjet përfaqësimit të saj të drejtë për drejtë në listë, por gjithsesi kemi marrë sigurimin nga ana e saj, si edhe nga ana e zonjës Koti e kujdo tjetër që ka qenë i përfshirë në procesin e primareve, që do të jenë pjesë e fushatës tonë zgjedhore dhe nuk mund të jetë ndryshe. Për dy njerëz. Jo, deri tani nuk kemi largime. Kemi janë njerëz të paktën me përgjegjësi të larta politike, siç akoma si zonja Qerici, si zonja Koti i gëzojnë sot. Të dyja sot janë antarë të kryesisë së Partisë Demokratike, kanë përgjegjësi të lartë politike brenda Partisë Demokratike dhe si të tilla kanë për të qenë pjesë e skuadrës tonë elektorale në çfarëdo lloj formati që ato do të zgjedhin që të përfshihen. Kështu që është keqardhja ime e madhe, u rikthem edhe një herë, që pavarësisht se procesi primareve çliroi shumë energji pozitive, të gjitha këto energji pozitive që çlirojnë nuk mundëm dot që t'i përfaqësonim në listën tonë elektorale. Por shtrëngimet të cilat na vijnë nga detyrime koalicioni, nga detyrime ligjore dhe më pas detyrimi që përsa është e mundur t'i përfaqësojmë të gjitha zonat të qark, pasi siç e thash më përpara dhe e rikthej, përfaqësimi të gjithëve është detyrim ynë politik, ka bërë të mundur lënien e dikujt jashtë listës. Ka qenë interesi im i strukturave drejtuese të partisë politike dhe ka qenë interesi vazhdueshëm dhe konstant derisa të ketë ende kohë, pra deri në përballjen e datës 11, që cilindo nga këta faktorë dhe shumë faktorë të tjerë, të cilët qoftë se nuk besuan te procesi primareve ose qoftë për arsye të tjera nuk marrin pjesë në këtë proces, t'i bëjmë pjesë të ekipit tonë, t'i bëjmë pjesë e përpjekjes tonë përbashkët që gjithë së bashku në datën 11 të sigurojmë ndryshimin dhe rotacionin që presin gjithë shqiptarët. Anton Çançani, Genti Çala, Genti Çela, Cristiano Kocibelli, Fidel Kreka, Jorida Mazelliu, Brunilda Prifti, Edmond Spau dhe Ersuida Villavia. Dhe Andrea Mano. Po. E kisha humbur. Duke qenë të gjithë listën që dhe ju e shihni janë ata të cilët zgarojnë atë në listën e hapur. A ke krijuar një koncept për të mbështetur një pak apo një më shumë? Mund të thuash jo. Por nga ana tjetër të them jo, më beson? Jo. Atëherë ta sqarojmë. Përveç faktit që unë si drejtues politik i qarkut nuk mundet që të mbështes një kandidat caktuar ose të kem koncept për të mbështetur një kandidat, edhe nga pikpamja thellësisht egoiste e marrjes së një rezultati të mirë, i cili jo vetëm siguron rotacionin, jo vetëm i bën nder Partisë Demokratike, por që dhe mua personalisht më shërben nga pikpamja thellësisht egoiste e interesit tim politik partijak, mua më intereson gara ndërmjet kandidatëve. Më intereson që të gjithë kandidatët të sigurohen të gjithëve kushte të barabarta, rregullat të barabarta loje, bashkërendim i punës i barabartë nëpërmjet strukturave të Partisë Demokratike, në cilën do zonë që ata kanë përgjegjësinë e tyre politike, në mënyrë që ata të ndihen të mbështetur nga partia, të ndihen të mbështetur nga gjitha forcat e koalicionit, në mënyrë që ata të marrin maksimumin e mundshëm të tyre, sepse maksimumi i përpjekjes tyre elektorale do të thotë maksimalizimi i votës jo vetëm Partisë Demokratike, por edhe i partive të tjera të koalicionit. Kështu që dhe unë edhe nëse do të kisha, jo vetëm që nuk kam preferencë për një kandidat caktuar, por edhe nëse do të kisha një preferencë të tillë,
do të përpiqesha që ti trajtoja të gjithë kandidatët në mënyrë të barabartë, në mënyrë që secili kandidat të ketë atë motivimin, të jetë incentivuar që të bëjë maksimumin e vet dhe duke bërë maksimumin e vet, bën maksimumin për Partinë Demokratike, bën maksimumin për rezultatin zgjedhor. E di pse pyeta vetëm disa ditë parë ata kreun e Partisë Socialiste të ftuar dhe pyes për kë po bëni TIFA apo për kë po mbështesni si struktura. Dhe më thot nuk më intereson fare thot aspekti i kandidatëve, mua më intereson aspekti i partisë dhe vota të shkojë tek partia, jo tek kandidati detyrimisht. Sigurisht një vot Për një parapëlqimi për një subjekt caktuar politik, pra nëse i ftohet që të gjithë na ndjekin që të votojnë njëshin, të votojnë Partinë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, dhe më pas nëse kanë kandidat që kanë besimin e tyre më shumë se kandidatët e tjerë janë të lirë dhe të zgjedhin kandidatin tjetër. Interesimi im nga pikpamja e detyrës politike që kam është që të maksimalizojmë votat për partinë, por nuk duhet të harrojmë që edhe shpreha e pëlqimit në atë respektin e fletës votimit që do të kemë përpara zgjedhësit në datën 11, qoftë edhe vetëm për një kandidat të caktuar, është shpreha e pëlqimit për një forcë politike të caktuar. Pra nëse dikush voton kandidatin XY të Partisë Demokratike pa votuar njëshin, kjo është vot që mua më përkthehet në vot politike dhe kështu mendoj që maksimalizohet në këtë lloj forme dhe vota politike. Ndërkohë që kundërshtari politik jo vetëm që i ka të ndara preferencat, por tashmë janë dhënë dhe udhëzimet ndërmjet tyre, tash gjithë e dinë se kë preferon kundërshtari politik nga kandidat të listës së hapur, cilin shok ti do të ta bëj deputet ose cilin shoqë do të ta bëj deputet, kështu që për te përgjigjes hipokrite që mund të ketë dhënë që nuk kam, mua më intereson vota e partisë, të gjithë e kanë ndarë se drejtuesi politik atje që do të bëj shokët ose shoqjet e veta deputet. Unë për fat të mirë nuk e kam këtë lloj sikleti, nuk kam shok ose shoqje të mia që dua t'i bëj deputet nga listë e hapur. Të gjithë i mbështes një lloj, të gjithë përpiqem t'i motivoj një lloj dhe t'u vijem në dispozicion një lloj në mënyrë që vota e Partisë Demokratike, vota e koalicionit, kudo që të jetë në çfarëdo lloj cepi të qarkut, të jetë e kontaktueshme, të jetë e prekshme dhe të përkthehet nesër për numrin 1. Ju jeni në listë mbyllur. Është njëkohësisht e zotin Albati bashkë me zonin Elodhi. Të qenit në listë mbyllur, a në kupton një impenjim më të pakët, sepse në parim, në qoftë se zotin Albati, i cili arriti të ishte edhe fituesi i primareve, po jo vetëm në nivel qark, po edhe me rezultate më të mirë në vend, mund të ishte edhe në listë hapur për të maksimizuar më shumë rezultate. Ju zgjedhët që ta mbanit në listë mbyllur, ndërkohë drejtuesi i qarkut automatikisht sipas dhe vendimeve të Këshillit Kombëtar, hynin të parat në listë. Kjo ja ul impenjimin tuaj për të punuar, ju do thoni jo. Nuk e ul si impenjim. Jo, unë nuk të jo, unë kam marrë në këtë podcast, ta kam premtuar që kur kemi folur që kam marrë që të jemi sinqert, jo që të bëj atë politikanin që flet bukur edhe jep ato përgjigje standard. Po të ishte nuk e zhvillonim këtë bashkëbisedim, edhe më duket sikur deri tani po jap ca përgjigje sinqerta. Po ta kthej pyetjen nga ana tjetër, vije veten në vendin tim, në këtë lloj sfide dhe përgjegjësie politike. Fakti që jenë listë hapur apo në listë të mbyllur do të të bënte që ti ishe më shumë motivuar ose më pak i motivuar? Si mundem unë të flej qetë në çfarëdo lloj dite që i afrohet ose çfarëdo lloj nate që i afrohet ditës së zgjedhjeve, duke menduar për përgjegjësinë e përbashkët që kemi, por që unë e kam veçanërisht në pozicionin e drejtuesit të qarkut. Nëse do të dhe ky ka qenë dhe koncepti kur do të kthej një përgjigje. Po, më pyeten, nëse do të shihnim prapë tek historia, do të nënkuptonim që në 2017, në 2021 ishin etj, shumë prej drejtuesve të qarkut fjetën të qetë, sepse kishin të pasur të sigurt të qenin deputet. Ajsa dhe të qenit kryeministër pati dhe zoti Lul Basha, kështu që historia e Lulzim Bashës nuk është ngatruar me historinë e Partisë Demokratike. Ne kemi bërë mea culpa si Parti Demokratike. Që ma the kemi padur një parentezë të kryetarit Basha, i cili ndryshe fliste brenda forumeve të Partisë Demokratike, ndryshe fliste jashtë forumeve, ndryshe fliste publikisht e tjera. Ka qenë një parentezë jo shumë e lumtur e Partisë Demokratike, nga e cila janë marrë distancat e duhura dhe shpresoj janë nxjerrë dhe mësimet e duhura. Por unë besoj që është një diskutim që është bërë në momentin kur është menduar dhe është hartuar sistemi i ri zgjedhor.
Në momentin që është menduar për listat e mbyllura, nuk janë konceptuar listat e mbyllura si foletë ngrohta që persona të cilët duhen sistemuar, t'i lëm atje në mënyrë që ata të flenë qetë dhe ata që kanë atë interesin e votës personale dhe që mund të jenë më elektoral t'i lëm jashtë. I keni dhënë shumë Është menduar siç ndodh dhe në vende tjera që kanë sisteme të tilla analoge, që njerëz me përgjegjësi të lartë politike, me përgjegjshmëri të lartë politike, të jenë të prind betejës elektorale, qoftë edhe në listat mbyllura, duke mos patur atë shpërqendrimin e vëmendjes ose shpërqendrimin e koordinimit të tyre elektoral në raport me atë të marrjes së një rezultati të mirë elektoral për veten e vet. Mua më çliron shumë personalisht kjo gjë, pra nuk kam nevojë që të rend anë mban qarkut dhe të promovoj emrin tim, se dikur në zgjedhjet e kaluara promovoj edhe numri personal, nuk e kam këtë lloj angazhimi. Dhe angazhimi im, sikundër duhet jetë, është ai bashkërendimi të gjithë përpjekjeve, të gjithë mekanizmave, organizmave, strukturave të Partisë Demokratike dhe jo vetëm, në 4 anë të qarkut në funksion të marrjes së rezultatit elektoral. Dhe kjo është filozofia e cila është përqafuar dhe nga kryesia e Partisë Demokratike në momentin e hartimit të listave, jo vetëm për qarkun e Korçës, po për çdo qark të vendit. Pra, vendosja në to e personaliteteve me përgjegjshmëri të lartë politike, të cilët nesër do të jenë personalisht përgjegjës për rezultatin elektoral në zonat e tyre të përgjegjësisë politike. Dhe përgjegjësia është akoma më e shtuar në momentin që jep përgjegjësi elektorale në raport me nëse dikush nuk merr votat përgjegjësi politike që të është dhënë. Votat e 2021-shit çfarë ndos? Nëse nuk i merr një nga kandidatë. Flisni kandidat, flisni nivel qark, flisni nivel qyteti, për shembull Korça, nëse nuk merr një nga ose vetë struktura Dega nuk merr nivelin e votave. Çfarë ndodh me kandidatët? Ndodhen pas? Atëherë, të gjithë kandidatët në bazë të udhëzimeve që kanë ardhur nga qendra, nga Partia Demokratike, nga kryesia, kanë filluar, kanë ngritur shtabet e tyre elektorale, kanë hapur zyrat e tyre elektorale dhe janë në vallë të punëve. Unë vi nga Korça, të gjithë kandidatët që kontaktova ishin në zonat e tyre elektorale duke zhvilluar takime intensive. Kështu që unë nuk besoj se ka ose do të ketë ndonjë stepje të kandidatëve që janë të motivuar, duke qenë në listë hapur, për të marrë një rezultat mirë elektoral për Degën, për partinë, por dhe për veten e tyre. Sigurisht zvoglimi këtyre përpjekjeve nga ana e kandidatëve ose mosbërja aq më keq këtyre përpjekjeve është një dëm jashtëzakonisht i madh në radhë të parë për veten e tyre, sepse jo vetëm nuk maksimalizojnë votën e tyre personale, pra nuk marrin pëlqime personale, por i zvoglojnë shanset partisë për të prodhuar mandate shtesë jashtë mandateve të mbyllura. Dhe zvoglimi i përpjekjeve të tyre elektorale, për një po luftonin që për kurs. Jo, ne po luftojmë për 3, po. Për 3 po lufton. Po jemi 5-5 sot. Jo, s'jeni 5-5. Nëse prallat, dëgjoj. Nëse pyes prallat e përveshje thot 7-3. Po mirë, kur të hipin helikopterët e ushtrisë që i ka të nderuar, atëherë do t'i shohë 7-3. Të marrë edhe një palë dylbi nga ato që i kanë dhënë me tendera miqve të tij personale. Jo 7-3, të shohë po dhe 6-4 të shohin. Në këto momente rezultati elektoral data e din fare mirë që jemi 5-5. Jemi 5-5, ata po tentojnë mandatin e 6, tentojnë të motivojnë strukturat e tyre duke folur për 7, mund të flasin edhe për 17. I bie që të keni janë, mund të flasin edhe për 17, marrin 17 thonë. Por në këto momente dhe ata e dinë që jemi 5-5. Dhe neve, unë e kam thënë që në fillim dhe vazhdoj ta them që nuk kemi në këtë betejë për të humbur. Është qartë. Të njëjtën gjë thotë dhe ai, por duke qenë nëse bëjmë 2023-shën një llogaritë të thjeshtë, janë ndarë 6-5 në atë kohë, pasi ndiej që një nga mandatet tashmë ka kaluar kryeqytetit apo jo. Dihet Partia Socialiste ka siguruar rreth 60.543 vota, Partia Demokratike 50.479, përkrah dhe rreth 8.493 që pati Lëvizja Socialiste për integrim me një diferencë rreth 1.571 vota në qark. Në qark, pra që është pak a shumë kjo është matematika e fundit të 2021-shit. Kjo është matematika. Atëherë si që ngemi 6-4. Problemi që ndron se ju keni një bashki më pak që është Bashkia e Devollit, keni edhe 5 kryesi të cilat kanë mungesë të drejtuesve, të anëtarëve të kryesisë, të cilat janë futur në administratën publike, mund të them edhe me emra, këtu unë kem nga ata që trembem, po i keni sot në administratën politike qoftë në Korçë, qoftë në Pogradec, qoftë në Maliq, qoftë edhe në Ersek. Edhe disëm tha kryetari i Partisë Socialiste kur e pata një intervistë. Kjo është gjëja më e mirë që kemi, thotë,
Që kemi marrë nga kundërshtari dhe mbajmë me bukë kundërshtarin politik. Tregojmë që kemi një administratë jo politike. Po, të paktën kjo është një gjë që ata kanë një administratë vetëm e vetëm për qëllime të mbushur me militant dhe të mbushur me njerëz të cilët i marrin për efekte elektorale. Eksakt. Ata mund të mburren dhe mund të kënaqen tavolina me njëri tjetrin që kanë joshur, kanë marrë një pjesë të mirë strukturave të Partisë Demokratike, në bazë mendojnë ata një pjesë të mirë strukturave të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kanë sistemuar në puna dhe mendojnë që automatikisht nëpërmjet shtrëngimit që i bëjnë dhe nëpërmjet joshjes kafshatës do t'i shtyjnë ata dhe të afërmit e tyre do t'i shtyjnë të afërmit e tyre që të votojnë. Kjo është llogaria që bëjnë ata. Nuk llogarita këtu partitë e vogla, ja, që kanë një diferencë në të paktën 4297 vota në 2023, por duhet të thënë që me një takim që pati zoti Lapa jo më larg se dje në Pojan të Maliqit, pati më shumë prezencë se ç'pati Partia Socialiste Demokratike dhe ju në prezantimin e Devollit. Ne nuk bëm prezantim publik, ishin vetëm strukturat, ishte mbledhje kryesie, pak e zgjeruar me disa kryetarë grup seksione, që ishte një mbledhje operative, nuk ishte prezantim. Prezantimin do ta kemi në fillim të muajit prill në qytetin e Korçës, do të ketë një akt me prezencë sigurisht simbolik, por me prezencën e kryetarit të Partisë Demokratike dhe kryeministrit të ardhshëm, profesor Dr. Sali Berishës, autoriteteve të tjera të Partisë Demokratike dhe gjithë kandidatët për deputet qarkut. Ai do të jetë prezantimi ynë, por tutje kësaj edhe në takimin në Pojan kishte pjesë të mirë të njerëzve që ishin ftuar, joshur, kërkuar që të ishin atë në mënyrë simbolike. Pjesë e mirë janë strukturat të Partisë Demokratike, votues tanë, të cilët qoftë edhe për kuriozitet në ngjarje në një moment të caktuar, shkojnë edhe të shohin këtë shfaqje pa parat patericave të ndryshme që synojnë që të përçajnë votën opozitare. Kurioziteti mos vazhdoi deri në 11 maj. Ato do ta shohim kuti. Dgjoj, demokratët janë të qartë se kush futet në këtë betejë për të marrë një rezultat zgjedhor të vërtet, një rezultat i cili ka për të qenë për të përkthyer në instrumenta, ka për të përkthyer në numër deputetësh kundër këtij pushteti, kundër këtij regjimi për të siguruar rotacionin dhe kush futet thjesht dhe vetëm për të përçarë votën opozitare. Të gjithë patericat që janë krijuar nga Edi Rama, nga Niko Peleshi, kushdo tjetër për të përçarë votën opozitare do dinë që të marrin datën 11 përgjigjen nga demokratët dhe nga cili do qëndin veten opozitare. Unë në fakt dua të bëj publike mbas edhe të komentojmë bashkë disa rezultate të një ankete të çelur së fundmi në qytetin e Pogradesit, duke nxjerrë pikërisht 3 kandidat. Arsyeja pse nxjerr 3 kandidat është për të lokalizuar më shumë votën tek subjekti politik, jo tek detyrimisht tek kandidatët. Por më rezulton që të paktën deri në anketën e fundit që ne kemi lexuar janë 545 vota të anketuesve të cilët kanë votuar zotin Bledi Çomo, 272 zotin Gendi Çela dhe 131 zotin Gendian Çala. Mos ngatrojmë me këto shifrat, bëhemi si punë 77-s pastaj. Dhe duket sikur edhe në frymën publike ka një mbështetje më të madhe të majorancës. Ju mund të ma thoni gjithë ditën që nuk është kjo, nuk është rezultat real. Ju i keni trajnuar vetë strukturat, ndjekësit tuaj, të cilët mos shprehen. Unë kam pasur deklarata shumë të çuditshme në studio. Një ndër to ka qenë nga alati juaj, zoti Gendian Çala, që thotë ne strukturat nuk i kemi fotografuar deri tani, domethënë nuk kemi bërë fotografi me strukturat, sepse kemi strategji elektorale. Sigurisht është problematika e gjitha forcave opozitare. Ky element ka një problematik lidhur me ekspozimin e strukturave, me ekspozimin e mbështetësve, veçanërisht kur janë në opozitë, veçanërisht kur majoranca përballë ushtron të gjithë instrumentet e pushtetit në formë hakmarrje ndaj qoftë edhe pjesëmarrjes në takime, qoftë edhe ndaj shprehjes lirshëm të vullnetit, qoftë edhe me një postim ose me një status në Facebook. Strukturat tona në këtë drejtim, mbështetësit tanë autocensurohen për shkak të pasojave kriminale të palishme që i vinë nëpërmjet instrumenteve të pushtetit. Kemi takime të pafundme me njerëz të cilët thonë jemi me ju, por ju lutem mos na ekspozoni derisa të vijë momenti i votimit, sepse na dërgojnë taksidarët te dera, na vjen policia bashkiake, na vjen policia e shtetit, na bëjnë këtë, na bëjnë atë. Pra kemi të bëjmë me një regjim përballë i cili nuk nguron të përdorë çdo lloj mekanizmi represiv që një regjim ka.
Neve kërkojmë të bëjë durim strukturave, kërkojmë mbështetësit të bëjnë durim deri në datën 11 dhe gjithë të revolt të cilën e shprehin hapur në takimet e ngushta që neve kemi përballë, ta përkthejnë në votë dhe t'u japin përgjigjen të pafytyrëve që guxojnë u bëjnë presion, t'u japin përgjigjen me votë në 11 maj. Detyra jonë kryesore, e kam thënë dhe vazhdoj ta them shpeshherë, është vrasja e frikës. Nëse do të arrijmë që njerëzve të nxjerrim frikën, pasi në nivel pakënaqësie janë shumë pararoj në raport edhe me strukturat tona dhe me vetë ne, pra masiviteti i njerëzve, masiviteti i qytetarëve, i zgjedhësve që kontaktojmë për ditë, në nivel pakënaqësie na kanë paraprirë edhe neve. Ndërkohë që duhet ishte kundërta, ndërkohë që ne duhet i paraprirë në nivel pakënaqësie. Por janë të friksuar, janë të trysnuar, janë të dhumuar. Dhe detyra jonë është të bëjmë ç'është e mundur që të jemi me ta, të prim çfarë do lloj përpjekje të tyre në mënyrë që gjithë së bashku të vrasin frikën. Të dinë njerëzit, të kenë sigurinë që do të na kenë aty në krah, në ditë mirë, në ditë keqe, çfarë do lloj që të ndodhi. Ne mjetet nuk i kemi të shumta, mundësitë nuk i kemi të shumta, por vullnetin e kemi të madh dhe përkushtimin e kemi të madh që njerëzit të qëndrojnë pranë në mënyrë që të gjithë së bashku ta vrasin frikën, në mënyrë që të gjithë së bashku të mund ta kthejmë Shqipërinë një vend normal për të jetuar, një vend ku jo vetëm njerëzit që kanë zgjedhur të rrisin fëmijët e tyre këtu ose të ndërtojnë jetën e tyre këtu të jenë të motivuar për të ndenjur, por mundësisht të bëhemi atraktiv që dhe ajo pjesë e madhe e popullsisë që na ka ikur, motrat, vëllezërit, të afërmit tanë, kolegët me cilët kemi bashkëpunuar për ditë dhe kanë zgjedhur rrugën e mundimshme të kurbetit, të mundet që të shohin shansin, të mendojnë shansin për të rikthyer dhe për të ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri. Okej, kjo është një çështje që mbetet prapë për diskutim sepse dihet që rrjedhjet e trurit që ne njohim ndryshe, pra të njerëzve me potencial janë më të mëdha se rrjedhjet që identifikohen dhe raportohen tek ujësillësi Hippokratesit. Gjithsesi, nëse ne do të shohim janë rreth 20 do kemi një denoncim se më të ndërprer, do kemi denoncim tani shumë shpejt lidhur me ujësillësat e lënë në rrugëve të Hippokratesit, të cilët tenderojnë për arsye elektorale, vidhen për arsye elektorale dhe masa e vjedhjes tyre është e barabartë me angazhimin elektoral dhe lekët që do hedhin fushat elektorale. Ta kemi shumë shpejt se më kujtove dhe veçanërisht simbolik në këtë drejtim janë ujësillësit e ndryshëm të Hippokratesit, të cilët tenderohen, ritenderohen, hapen segmente të reja, shtohen fonde, vidhen dhe lekët synohet që të përdoren në fushat elektorale. Isha para 2 ditës në Goskop të Korçës, një fshat në njësinë administrative Voskop, dhe aty pash nga afër banorë që prisnin radhën tek i vetmi burimi i fshatit që thoshin na del ujë sa një cirk rakie, thonë, do të presim orë të tëra për të mbushur ujë për të pirë, ndërkohë që ishte kryer një investim 100.000 euro për shtëpi me pusesh dhe depozita. Dhe ata s'kishin ende ujë në shtëpi. Gjithsesi këto janë gjëra që i kemi unë personalisht kam denoncuar dhe është një nga edhe shumë kolegë të tjerë të cilët unë bashkëpunoj në ditë, sepse jo të gjithë mund të jenë pjesë asaj vorbullës që the në krye të herës ku janë portalet sponsorizuar etj. I dim, nuk i referoj. Qytetarët i dinë, korçarët i dinë. Mund kisha zgjedhur të sponsorizohesh ato. Sigurisht, unë ju përgëzoj sepse është e pakët kur ajo, siç e thash, e njerëzve të caktuar, e personalitetet të caktuar që në këto kohë jashtëzakonisht të vështira, me joshje të mëdha nga njëra anë dhe me presione të mëdha nga ana tjetër, të zgjedhin që të ndërtojnë diçka të vetën. Kjo është e di pse them pa modesti. Që do një diskutim. E di pse them pa modesti, sepse ndodh që nëse nuk e di fatin nëse Partia Demokratike do të fitojë apo do të mbasi në 11 prill. 11 maj, më fal. Por di një diçka që unë do të jem banor prapë këtyre vendeve këtu dhe interesat e mia janë direkte, interesat e partive politike mbase vijnë një herë në 4 vjet, mbase vijnë pak më shpesh, po janë interesa partisë politike. Kështu që unë duhet të shoh dhe duhet të diskutoj edhe një moment fundit mbase për sa i përket asaj që ne do ta njohim një deputet që do vi nga jashtë. Është vota e diasporës rreth 20.638 të regjistruar, të konfirmuar, për të cilëve mund të ketë rrjedhje, mund të ketë deri në 1.000 vota rrjedhje, të paktën. Të shohim, shifra është e lartë, ka patur rreth 30.000 kërkesa për sa i përket qarkut të Korçës, nga të cilat rreth 20.000
Jo rreth, po 20.638 janë të konfirmuara. Në nivel kombëtar janë 365.000 të konfirmuar, ndërsa 109 kërkesa ndjes. Kërkesa janë rreth 250.000 që janë regjistruar në nivel kombëtar. Por tuti kësaj edhe shifra 20.638 është një shifër e lartë për sa i përket. Rreth 12.000 duhet pak për një deputet, 12.000 e pak në teori. Por do të shohim shpërndarjen. Ka pat një angazhim të madh të kundërshtarit politik, siç e thash, me mjete të paligjshme, nëpërmjet shtrëngimit të administratës dhe kudo ku mundet që të ushtronte pushtet, që njerëzit të regjistroheshin dhe mundësisht të votonin Partitë Socialiste, pasi kjo votë do t'i kërkohet me mënyra të ndryshme. Ne kemi bërë, sigurisht kemi qenë disa herë dhe do të vazhdojmë ende të jemi, pavarësisht se procesi i regjistrimit është mbyllur. Kemi bërë një punë të madhe jo vetëm në Greqi, por edhe në vende të tjera, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me aq sa mundësi kemi patur, me aq sa kohë kemi patur, në Itali, dhe në vende të tjera ku ka shumë shqiptarë veçanërisht nga qarku jon. Italia është e para, Greqia është e dyta për regjistrim. Si numër regjistrimish, por për sa i përket shpërndarjes banorëve dhe zgjedhësve të qarkut të Korçës që janë diasporë, sigurisht Greqia zë një vend veçantë, Shtetet e Bashkuara zë një vend veçantë, Italia. Greqia ka një diktim të votës pak majtas. Ndoshta është përpjekjet e të majtës në vite kanë qenë më të shumta për t'i sjellë masivisht, dhe ndoshta është edhe krijuar ky perceptim. Unë besoj që atë potencial që ata e kanë patur e kanë shfrytzuar shumë se Partia Demokratike. Pra në qoftë se ata i kanë patur mundësitë që në zgjedhjet e kaluara le të themi të cilën 10 emigrantë fizikisht për të votuar, ne në raporte kemi patur një mundësi për të sjellë. Dhe kjo jo se nuk ka demokrat andeja, por përpjekjet e makinerisë shtetërore të shumëfishuara nëpërmjet parave kriminale, lekëve të ashasit, tenderave të krimit dhe të tjera, kanë qenë shumë më të thjeshtë që mundet që njerëzit t'i sillnin, t'i shtrëngonin të votonin Partitë Socialiste dhe t'i sillnin për të votuar. Kështu që tutje numrave që do shohim si do të jetë shpërndarja, unë besoj që edhe për sa i përket basenit të votave që Partia Socialiste ka në Greqi, e ka shfrytzuar shumë se sa baseni i votave, shumë i konsiderueshëm edhe ky i Partisë Demokratike dhe opozitës. Pra ju mendoni se ngelet për tu ezauruar. Me këtë sapo thatë, mendoni që do keni mbështetjen e diasporës, pra do të merrni. Ne besojmë, ne e dimë që në mënyrë absolute e kemi mbështetjen e diasporës. Pra, Partia Demokratike dhe opozita në diasporë, dhe këtë ma besoni, ka një mbështetje të jashtëzakonshme, pra mund të jemi në shifrat minimalisht 70% për opozitën dhe 30% për magjorantën në diasporë. Sigurisht, përpjekja është që këtë raport forcash ta përkthesh në raport votash, në momentin që diasporës i jepet më në fund e drejta për të votuar nga vendet ku ata janë. Dhe në këtë drejtim përpjekjet tona nuk kanë munguar, pavarësisht se gjithë instrumentat e pushtetit janë angazhuar nga ana tjetër për ta bërë diasporën të votojë Edi Ramën ose Partinë Socialiste. Le të themi, pavarësisht kushteve të pabarabarta, shifrat që ne kemi, impenjimi që ne kemi bërë, angazhimi i njerëzve për të votuar opozitën, ka qenë i madh dhe ka qenë i sinqert. Pra nëse neve kemi, po them, 10 banor të kësaj qytete të Greqisë që janë impenjuar të votojnë opozitën, ne kemi 10 vota të sigurta, sepse ata kanë qenë 10 banor të interesuar drejt për drejti që me anë të votës tyre të bëjnë ndryshimin në datë 11. 10 banor të cilët nuk i lidh asnjë lloj premtimi, asnjë lloj interesi me opozitën që ka 12 vjet në opozitë, përveç dëshirës për të vënë dinjitetin e tyre në vend dhe për të kthyer reston me votat tyre që detyruan këto vite të vështira të merrnin në rrugët e kurbetit. Ndërkohë që një gjë nuk mund thuhet për palën tjetër, e cila mund të ketë masivitet më të madh numrash nëpërmjet shtrëngimit, nëpërmjet detyrimit, nëpërmjet shantazhit që i bën cilido që ka një punë çfarëdo lloji sa do të vogël me shtetin, dhe kemi për të parë që përgjigjja që do të japin bashkëdhëtarët tanë në diasporë në momentin që do të fillojë të numërohet vullnetet e tyre, s'ka për të qenë përgjigje që ata presin. Në fakt, jo për të qenë i anshëm, sepse nuk ka njeri që të jetë i qendrës. Për këtë evidentoj tek vetja. Dhe kur mendoj që nuk mund të jesh dot, Dante Alighieri thoshte që më të këqinjt janë të panshmit, sepse ata thotë nuk do shkojnë as në ferr as në marrë. Por atë krizash morale, siç është kjo. Po, ata që mbajnë dhe realitetin. Vetëm ditën e djeshme kam bërë një editorial për sa i përket asfaltit elektoral. Është kthyer asfalti elektoral si një dhuratë e 29 shkurtit, që na vjen një herë në 4 vjet. Dhe zakonisht njerëzit fillojnë i çelen dhe shqisat e nuhatjes nga era e Ziftit.
duket sikur po japi një alternativë të parakohshme. Në Pogradec, në Korçë, në Devoll, në Ersek, po shtrojnë rrugë, po kryen se investime që ka një logjik tjetër. Ke pasur mundësi 4 vite ta bësh dhe ti e bën pikërisht në një muaj. Kjo është neglizhencë dhe tallje totale. Jo vetëm tallje totale, është krejtësisht e paligjshme, krejtësisht e ndaluar. Kjo për këtë do të pyesja. Ka për të marrë dhe reston për këtë. Kujtojmë kështu gjëja që 5D-ja Erion Velieci ka marrë tira për analogji. Bëri përveç presionit, shantazhit, shpërndarjes parave, ishte kjo çelja e kantierëve të panumër të punëve publike momentin e fushatës zgjedhore. Është një faturë ekstra të cilën po e marrin tani dhe duhet t'u kujtoj këtyre mjeshtrave kolegëve të tyre këtu 5N-s që do të shpërfaqet shumë shpejt në qarkun e Korçës. Nëse kishim 5D-n aty, këtu kemi 5 Nikot, kemi 5N, po do ta shohim vijim. Duhet t'u kujtoj që është një faturë, ata djemtë janë atje duke u përballur me drejtësinë për çështjet e 5D-s, dhe kjo është një faturë ekstra që po vjen tani, sepse pranuan që resurset dhe burimet e bashkisë në atë rast të shtetit t'i përdorni për fushat elektorale, duke tentuar që t'u hidhnin syve njerëzit. Njerëzit mashtrohen. Për këtë do të pyesja. Nuk ka budalla sot që beson që e kanë përpjekjen e sinqertë për t'u ushtruar rrugën ose për t'u ushtruar atë asfaltin. Njerëzit tashmë janë bërë pragmatistë dhe shumë mirë janë bërë të tillë që marrin çfarë të marrin. Neve ajo që i ftojmë është që përgjigjen t'u japin me votë. Shumë mirë të marrin çfarë të marrin, se kemi të bëjmë me një regjim që nuk është kujdesur për ta. Dhe edhe 5 ditë sikur ta marrin atë asfaltin para zgjedhjeve, shumë mirë bëjnë që të përmirësohet sadopak jeta. Ajo është detyrë. Ajo nuk është privilegj. Të mos kujtojnë, sigurisht është detyrë. Të mos kujtojnë se 12 vjet harres lahen me 4 ditë që u ethat asfaltin përpara portës. Dhe i ftojmë njerëzit të mendojnë për veten e tyre, të mendojnë çfarë u ka munguar gjithë këto vite, dhe të mendojnë për datën 12 si do jenë nëse do të jenë prapë këta në pushtet, dhe të zgjedhin për veten e tyre përgjigjen t'u japin me votë. Nëse ju i bëni thirrje njerëzve për të menduar, unë ju bëj thirrje ju për të denoncuar. Kështu që në këto kushte do doja vetëm të kisha një pasqyrë të plot qarkut. Ju e thatë 5 me 5. I qëndroni. Tash sot jemi 5 me 5, ne do të tentojmë të jashtim. Pra, kjo është një mesazh për Niko Peleshin, no? Që mbase nuk i ka gjërat ashtu siç i duan. Që nuk i ka gjërat ashtu siç i duan, ai e di më mirë se të gjithë. Pavarësisht çfarë përpiqet që t'u japi mesazhet atyre që ka poshtë vetes, që nga shpura e drejtorëve, që nga shpura e kandidatëve për deputet, qoftë ata që nuk i do, qoftë ata që do dhe ka zgjedhur që t'i bëj deputet, ai është i pari që di që nuk i ka punën të mirë. Mesazhi është për njerëzit në radhë të parë. Njerëzit duhet të kuptojnë që nuk ka asnjë arsye, qoftë politike, qoftë elektorale, qoftë logjik shifrash dhe numrash, që i jep Nikos ëndrat që sheh ditën për diell. Njerëzit duhet shohin dhe duhet binden që kanë fuqinë që të bëjnë ndryshimin. I kanë ftuar njerëz dhe i ftoj që të nxjerrin Niko Peleshi një herë mirë në pension. Çfarë do lloj rezultati më i mirë se 5 me 5 e nxjerr Nikon përfundimisht në pension. Oferta e vetme që ka pala tjetër është kemi Nikon 21 vjet në pushtet, hajtë japim dhe 4 vite që ta certifikojmë sultan të Korçës e ta bëjmë 25 vjet në pushtet. Kjo është oferta palës tjetër. Oferta ime është nëse jeni të lodhur të keni Nikon në qafë, na jepni besimin, votoni për veten tuaj, votoni të nxjerrim Nikon dhe gjithë Nikot e tjerë që rrethohet në pension politik dhe të merrni vetë fatet tuaja në dorë. Falenderoj shumë. Faleminderit. Falenderoj shumë për intervistën. Besoj dhe sinqeritetin nëse edhe keni ndjerë dhe keni shprehur. Ishte kënaqësia ime të bëja pjesë. Kënaqësi dhe unë në fakt një ftesë kam edhe për zotin Beleshi që të paraqitet dhe të jetë i ftuar në këtë podcast. Patjetër do t'ja kryej edhe me mesazh ftesën dhe të shpresojmë që do të jetë i hap për të qenë përballë pyetjeve të ndryshme me interes për publikun, pavarësisht çdo gjë. Kur s'ka pyetje që nuk i ka bërë vetë, nuk të jap. Këtë nuk e di. Gjithsesi unë nuk paragjykoj. Gjithsesi tentoj. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar miq, ishim sot me Ivi Kaso, ndërtues politik i Partisë Demokratike për qarkun e Korçës, mbi të cilin morëm një paraqitje të plot të gjithë opozitës në rajonin Jug Lindor. Në fakt është një garë e cila duket që ka vënë të dyja kampet në trysinë e njëra tjetrës dhe pritet që 11 maj të jetë vendimtar ku qytetarët do të firmosin se kush do të
përfaqësoj vetë interesat e tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Unë ju le takim përsëri dhe ju përshëndes.